Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Republikës së Kosovës, AUV, duke u bazuar në raportin e fundit të Organizatës Botërore për të Shëndetin e Kafshëve dhe raportin e Komisionit Evropian të datës 28 tetor 2025, ka njoftuar se në Gjermani është konfirmuar prania e sëmundjes avian influenza, gripi i shpendëve, serotip me patogjenin e lartë HPAI, H5N1 në disa ferma të shpezëve. Kështu AUV njofton se në përputhje me dispozitat përkatëse të legjislacionit në fuqinë dhe në zbatim të masave parandaluese për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe sigurinë ushqimore në Republikën e Kosovës, është ndaluar importi i shpezëve të gjalla dhe i produkteve të tyre, si mishi dhe vezët, dhe në produktet e tyre që kanë origjinë nga i gjithë territori i shtetit të Gjermanisë. Kjo ndalesë hyn në fuqi më njëherë dhe do të mbetet në zbatim deri në vlerësimin e mëtejshëm të situatës nga autoritetet përkatëse ndërkombëtare dhe nga AUV, tha ky institucion. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë deklaroi se do të vazhdojë të monitorojë me kujdes situatën epidemiologjike dhe të bashkëpunojë ngushtë me institucionet vendore dhe ndërkombëtare për parandalimin e përhapjes së kësaj sëmundjeje.